Shumë prej votuesve mund mos i njohin dot nga fytyrat 3 deputetët e rinj të Partisë Social-Demokrate, por kjo nuk e ka penguar në ndecën e Tom Doshit të dalë sërish në sipërfaqe me sukses në zgjedhjet e 11 majit. Pa bujë, pa zhurmë, por me një teknologji elektorale që i garantoi më shumë vota se zgjedhjet e kaluara, por kjo nuk e ka penguar në ndecën e Tom Doshit të dalë sërish në sipërfaqe me sukses në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Pa bujë, pa zhurmë, por me një teknologji elektorale që i garantoi më shumë vota se zgjedhjet e kaluara, Partia Social-Demokrate e Tom Doshit ka krijuar profilin e saj në terren si një faktor atipik në zgjedhje me plot pikë pyetje pasi lundron në thellësi. Ruan komunikimin e thjesht me njerëzit, nuk diktohet kurrë nga radarët e sondazheve, nuk luan me sloganët dhe imazhin në media, por në fund del me një rezultat të mirë që e përmirëson vit pas viti. 47.513 vota dhe 3 mandate deputetësh, 1 në Tiranë dhe 2 në Shkodër. Në qarkun Shkodër PSD mori mbi 15.000 vota, por surpriza e vërtet doli në Bashkinë e Vallët të Dejës, ku kjo parti rezultoi para me mbi 5.900 vota, fitore që me gjasi la një shije të hidhur kryeministrit Edi Rama, i cili vetëm pak ditë para zgjedhjeve i dërgonte sinjale të qarta kryebashkiakut, kur ja përsëriti 2 herë gjatë një takimi që të mos luante me 2 porta. Për shqetësimin e Ramës, në të njëjtën zonë u paraqit me një vizitë të pazakonte dhe kreu i SPAK-ut Altin Dumani, për të mbikëqyrur nga afër fushën e minuar që siç duket ja kërcënonte rezultatin e Partisë Socialiste. Por me gjithë presionin dhe dyshimet, PSD arriti të përparojë duke futur 2 deputet nga ky qark. Presioni nga SPAK nuk mungoi për Tom Doshi në këto zgjedhje. Në ditët e fundit fushatës u arrestua kreu i PSD-s në malsinë e madhe me akuza për përfshirje në krime zgjedhore. Pas votimeve SPAK sekuestroi celularin e të parit të Vallut të Dejës dhe shoqëroi disa anëtar të Partisë Social-Demokrate. Më herët Tom Doshi kishte folur pa dorashka në fjalën përmbyllëse të fushatës në Shkodër. Ai shpërtheu në akuza kundër Edi Ramës duke cilësuar atë si të lidhur me krimin. Edi Rama tallet me shqiptarët, thot marr 88 mandate. Nëse i merr 88 mandate, pse bën presione, pse i heq njerëzit nga puna, pse fut policinë e shtetit duke bllokuar qytetarët për të mos votuar PSD-n, po e çojnë vendin në një kolaps që ndërkombëtarët jo të na japin pasaportën europiane, por të mos njohin zgjedhjet prej krimit zgjedhor që po bëhet në Shqipëri. Është çuar i madh i vogël për të bler vota, policia e lidhur me krimin e organizuar. Më vjen keq që Rama është marrë peng nga korrupsioni dhe krimi i organizuar. Kemi një drejtues politik në Shkodër i cili i ka orët e numëruara. Më herët nuk ishte kursyer as Benet Becin, kryebashkiakun e Shkodrës, që sipas tij drejton fushatën e PS-s ndërsa është në nënhetim. Rasti tjetër, kryetari i Bashkisë Shkodër është i pandehur si mund të drejtojë fushatën një njerëz që ka vjedhur qytetarët. Në krahasim me 4 vite më parë, PSD ka njohur rritje në rezultatin zgjedhor me 12.000 vota. Edhe atëherë pati të njëjtin konfigurim, nxorri 3 mandate, 1 në Tiranë dhe 2 në Shkodër, ndërkohë që kishte gjithsej 35.475 vota. Siç analizon në artikullin e tij lapsi.al, vetëm se në zgjedhjet e kaluara parlamentare, marrëdhënia me Ramën ishte një tjetër. Të dy ndan administratën në Shkodër, në Tiranë dhe në qytete të tjera, dhe ndërsa biznesi u shkonte mirë, Tom Doshi duket se ka menduar edhe për ditën kur Ramën do ta kishte kundër.